është duaja, lutja ndaj Allahut madhëreshëm. Duaja është qelës për pastrimin e shpirtrave. Duaja është një nga adhurimet më të mëdhaja dhe mund të themi më të lehta që adresohen vetëm Allahut. Me dua ti adresojmë vetëm Allahut lutjet tona, kërkesat tona, nevojat tona, ti adresojmë vetëm madhnisë Allahut. Numan ibn Bashiri, Allahu qoftë i kënaqur me të, transmeton nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i cili ka thënë: "Ad-du'a huwa al-ibada." Duaja është vetë adhurimi. Duaja është vetë adhurimi dhe pastaj e lexon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ajetin ku Allahu thotë: "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum." Zoti juaj ka thënë lutuni mua se unë do t'ju përgjigjem. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dhe me të vërtet ata që tregohen me ndjemdhej e nuk duan të më adhurojnë, do të hyjnë në xhenem të poshtruar. Në shumë ajete të Kuranit, në shumë shembuj të Kuranit, Allahu i Madhërisht tregon për njerëzit e mirë, për pejgamberët, të cilët me përkushtim të madh dhe me këmbgulje të madhe i luteshin vetëm Allahut Madhërisht për çdo nevojë të tyre, qofshin nevojat të dunjas apo nevojat e ahiretit. Andaj duaja është një nga format më të mira të adhurimit, sepse ti nëpërmjet duas tregon pa aftësinë tënde karshi madhnisë Allahut. Tregon nevojën tënde për Allahun e Madhërisht. Dhe të gjithë ne jemi nevojtar për Allahun, ndërsa Allahu nuk është i nevojshëm për askënd. Ya ayuhan nas antumul fuqara ila Allah, wallahu huwal ghaniyul hamid. O ju njerëz, ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun Madhërisht. Ju jeni të varfër e nevojtar për Allahun Madhërisht. Dhe Allahu s'ka nevojë për asgjë dhe është i denjë për çdo lavd. Njeriu nëpërmjet duas e dëshmon edhe fuqinë, madhështinë që ka Allahu Madhërisht. Dëshmon për pushtetin dhe sundimin suprem që ka madhëria Allahut. Dhe s'ka askush që mund t'i largon brengat, dertet, hallet e tua vetëm se Allahu i Madhërisht. Duaja gjithashtu ka një ndikim të madh dhe është qelës i dyerve të mirësisë. Duaja është qelës i gjitha dyerve të mirësisë. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, Allahu më shëroft, në testamentin drejtuar Ebul Qasim el-Maghribiut i ka thënë: duaja apo lutja është qelës i çdo mirësie. Është qelës i çdo mirësies. Pra çdo të mirë që e shpreson për vete dhe dëshiron nga të mirat e dunjas apo të ahiretit, atëherë kërkoje për Allahut duke e drejtuar vetëm atij dhe duke këmbgulur, duke insistuar në përgjigjen prej Allahut Madhërisht. Sepse Allahu gjithashtu ka premtuar në përgjigjen e atij që i lutet. Vetë ajetin e dëshmon ku Allahu thot: "Lutumni mua se unë do t'ju përgjigjem." Unë do t'ju përgjigjem. Mirë, po është edhe kundërta e kësaj. Ata të cilët nuk luten dhe janë neglizhent në lutje në dua karshi madhnisë Allahut. Ata janë me ndjemdhej, të cilët Allahu i ka cilësuar në Kur'an: "Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Pra, braktisja e duas tregon neglizhencë dhe ngurtësim në zemrës, shpërfilljes Allahut. Allahu thot: ata që tregohen me ndjemdhej e nuk duan që të më adhurojnë, do të hyjnë në xhenem të poshtruar. Pra, në një hadith të saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "O Allah, jepi shpirtit tim devotshmëri. Jepi shpirtit tim devotshmëri. Pastroje atë, nga se ti më së miri e pastron atë, ti je kujdestari dhe mbrojtësi i shpirtit tim." Kjo dua nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është një paralajmërim se pastrimi i shpirtit, siç e theksuam fillim, është në dorën e Allahut. Pastrimi i shpirtit është në dorën e Allahut. Ai e pastron atë që do. Padyshim se janë shkaqe, sebeve që na ndihmojnë. Mirë po, në këtë rast, vetë fakti që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i lutet madhërisë Allahut në këtë formë, që Allahu t'ja pastron shpirtin, i marrim dy kuptime. E para, se pastrimi i shpirtit është në dorën e Allahut. Sepse vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po kërkon nga Allahu që t'ja pastron shpirtin. Edhe kuptimi i dytë është se nëpërmjet duas që këmbgul dhe insiston pejgamberi alaihi salatu wasallam, kuptojmë se duaja është qelës i pastrimit të shpirtit.
Ibn al-Qayyim, Allahu më shiroftë, ka një thënie madhështore në lidhje me duan, i cili thotë: duaja është ilaçi më i mirë. Duaja është ilaçi më i mirë. Ajo është armike e vështirësive, i largon dhe i shëron ato, e parandalon ardhjen e tyre, i heq e i leçon, dhe duaja është arma e besimtarit. E përmendëm fillim se Ramazani është muaj i ndryshimit, muaj më i mirë për ndryshuar secili prej nesh, për pastruar shpirtin ton. Dhe metoda apo forma e pastrimit të shpirtit nëpërmjet duas është më së i veçantë në Ramazan. E kemi për bazë ajetin ku Allahu thotë: "Wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'wata ad-da'i idha da'an, falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Allahu thotë: kur robrit e mi të pyesin për mua, thuaj se unë jam afër, dhe i përgjigjem lutjeve të lutësit kur ai më lutet. Prandaj le t'i përgjigjen thirrjes sime, le të më besojnë mua për qenë në rrugë të drejtë. Ky ajet madhështor gjendet në surën Al-Baqara, në mesin e ajeteve që flasin për muajin e shenjtë Ramazanit. Dhe vetë fakti që duaja është përmend në mesin e këtyre ajeteve të Ramazanit, na e dëshmon dhe na argumenton se duaja është dhe ka vlerë pesh më të madhe në Ramazan. Vetë fakti që duaja dhe Allahu tregon se i përgjigjet lutjeve të lutësit është rëndit në ajetet e Ramazanit, na jep me kuptu se duaja ka vlerë dhe pesh të madhe në muajin e shenjtë Ramazanit. Dhe kjo është mundësia më e mirë për të pastruar shpirtrat tonë. Pra Ramazani është mundësia më e mirë për pastrimin e shpirtrave nëpërmjet duas. Allahu ka premtuar se do t'i përgjigjet atij që i lutet atij. Ka dhënë premtim dhe Allahu nuk e thyen premtimin e tij. Mirë, po ka disa kushte për pranimin e duas, të cilat do i përmendi vetëm disa kryesore. E para, që është edhe bazë e çdo adhurimi tjetër, është sinqeriteti në dua. Ti jesh i sinqert në dua kur i lutesh madhnisë Allahut, duke mos e shoqëruar me askën tjetër në dua. Duaja i adresohet vetëm Allahut, askujt tjetër. Duaja nuk adresohet në varreza, as në tyrbe, as në evliat, as në askën tjetër. Duaja adresohet vetëm madhnisë Allahut. Pse? Hadithin që e përmendëm në fillim, ad-du'a huwa al-ibada. Duaja është adhurim. Duaja është adhurim. Adhurimi ku ti përkushtohet? Vetëm Allahut. Duaja, adhurimi i përkushtohet vetëm madhnisë Allahut. Pra adhurimi i bëhet vetëm Allahut dhe askujt tjetër. Wa'budullaha mukhlishan lahu ad-din. Andaj luteni Allahut me adhurim të sinqert për të. Kjo është e para. E dyta, të kesh frikë Allahun nga veprat e këqija, qofshin të mëdha apo të vogla. Kjo kush për pranimin e duas. Të kesh frikë prej Allahut nga mëkatet, veprat e këqija, qofshin të mëdha apo të vogla, duke u larguar nga ato, edhe veten, edhe familjen, edhe shoqërinë kështu me radhë. Nëse besimtari kryen vazhdimisht mëkate, ai e dobëson dhe e shkëput lidhjen e tij me Allahun. Dhe kur shkëputet lidhja e tij me Allahun, si pret që ti përgjigjet lutjes tij. Pra veprat e mira janë afërsi me Allahun, veprat e këqija janë largim prej Allahut dhe e shkëput lidhjen me të. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Njihu me Allahun kur je mirë." Njihe Allahun, përkujto Allahun kur je mirë, që ai të të njohë kur t'jesh në vështirësi. Pse? Se nëse ke frikë Allahun, kujdesesh nga veprat e këqija, i nënshtrohesh urdhave të Allahut, e kujton Allahun në vështirësi, e kujton Allahun në lehtësime, në lumturi, në mërzia, në çdo moment të jetës tone, Allahu nuk të haron asnjëherë. Nëse ti nuk e haron Allahun, Allahu nuk të haron asnjëherë. Dhe veprat e këqija janë shkak që ti të largohesh prej mëshirës dhe udhëzimit të Allahut. Dhe ai që nuk e haron Allahun asnjë moment, Allahu nuk e haron atë sikurse që nuk e haroi Yunusin alayhis salam. Që kemi shembull në tregimin e tij në Kur'an, i cili pasi që e kishte gëlltitur balena, çka thot Allahu, po mos kishte qenë nga ata që i luteshte Allahut
le labitha fi batnihi ila yawmi yub'athun. Do të kishte mbet në barkun e balenës deri në ditën e ringjalljes. Po mos kishte qenë Yunus alayhis salam nga ata të cilët e ka përkujtuar Allahun çdo moment jetës tij, ka pas frikë Allahun çdo moment jetës tij, ai do të kishte mbet në barkun e balenës deri në ditën e ringjalljes. Disa nga muslimanët e mëhershëm kanë thënë përmend Allahun në rahati që ai që përmend në vështirësi, në vërtet Yunusi e përmendte Allahun gjithmonë dhe kur u gjen në barkun e balenës Allahu tha dhe po mos ishte nga ata që i luten Allahut me siguri do të mbetej në barkun e saj deri në ditën e Kiametit. E kemi edhe shembull nga ana tjetër për Firaunin, zullumçarin më të madh në faqen e dheut. Ku në momentit e fundit të vdekjes, çka thot? Thot besoj se s'ka Zot tjetër përveç atij që i besojnë Benu Israilt dhe unë jam ndër muslimanët. Kjo është fjala e Firaunit. Çka i thot Allahu? Al-ana qad asayta qabla kunta min al-mufsidin. Atash po beson ndërkohë që më parë ishte shkatrues. Pra Firauni gjithë jetën e tij e kishte harruar Allahun. Nuk e përkujtonte asnjëherë Allahun, përkundrazi, ai ishte zullumçar saqë pretendonte edhe vetë që ishte Zot. Andaj momentet më të vështira të jetës tij, Allahu e harroi ato. Kjo është e dyta. 3. Ti lutesh Allahut me një zemër të vëmendshëm. Kur i lutesh Allahut, t'jesh i vëmendshëm në atë çka e thua dhe t'jesh i bindur në përgjigjen e Allahut. T'kesh bindje që Allahu do të përgjigjet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, lutuni Allahut duke qenë të sigurt në përgjigjen e tij. Lutuni Allahut duke qenë të sigurt se Allahu do t'ju përgjigjet. Dhe dijeni se Allahu nuk i përgjigjet në një zemër të shkujdesur e të pavëmendshme. Pra një zemër e vëmendshme dhe duke qenë i sigurt në përgjigjen e Allahut është prej kushteve të pranimit të duas. Andaj lutësi, ai që bën dua, lutje, me edukatën e nevojshme gjatë lutjes, me një zemër të vëmendshme, i nënshtruar dhe i bindur ka shimadnis Allahut, për kujdeset për vendin dhe kohën e pranimit, atëherë ai është meritor që t'i pranohet lutja. E 4. Ti lutesh Allahut me edukat në formën më të mirë që e meriton krijuesi. Ti lutesh Allahun në formën më të mirë siç e meriton krijuesi, i veshur mirë dhe halal, i ushqyer mirë dhe halal. Dhe këto janë prej shkaqeve të pranimit, se të kundërtat e kësaj janë pengesë për pranimin e duas. Janë pengesë për pranimin e duas, është hadithi i Ebu Hurajres radhiyallahu anhu që transmeton se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: o ju njerëz, Allahu është i mirë edhe e don të mirën. Allahu i urdhëroi besimtarët ato që urdhëroi pejgamberët duke u thënë: o pejgamber, hani nga të mirat dhe punoni vepra të mira, unë me të vërtet e di mirë çka punoni jo. Po ashtu Allahu thot: o besimtar, hani nga ushqimet e këndshme që ua kemi bërë halal, ua kemi dhuruar. Pastaj përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam njeriu i cili është në udhtim të gjatë. Njeriu i cili është në udhtim të gjatë, me flokë të prishur, të luhosur, i ngret duar nga qielli dhe thot: o Zot, duke lutur Allahun, mirë po ushqimin e ka haram, pijen e ka haram, veshjen e ka haram, është ushqyer me haram, andaj si pret ai që t'i përgjigjet Allahut. Është hadith e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pra udhëzimi, besimi, mirësia, pastrimi i shpirtit janë vetëm në dorën e Allahut. Dhe këtë çështje secili prej nesh duhet ta rënjosë në shpirtin të jetë i bindur për këtë gjë. Sepse dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë çështje e rënjoste në shpirtat e sahabëve dhe hutbet i fillonte duke u shprehur: me yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Atë që Allahu udhëzon, askush nuk ka që e humb dhe kushdo që e humb nuk ka udhëzues për të. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabëve ua rënjoste çështjen se gjithçka është në dorën e Allahut. Pushteti, sundimi, udhëzimi, devijimi me urtësinë e tij, pastrimi i shpirtit. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. I jep pushtet atij që do Allahu. Mirë po ja merr pushtetin edhe atij që do. Wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. E ngrit atë që do dhe e ul atë që do. Bie di kel khair. Pra çdo e mirë është në dorën e Allahut. Andaj e jona është që ti lutemi atij,
strehohemi tek ai, të insistojmë dhe të jemi këmbgulës në lutjet tona që i kemi kaq madhnisë Allahut. Edhe ky parim apo rregull i dytë për pastrimin e shpirtit, pra duaja, është dera më e madhe për pastrimin e shpirtrave. Edhe kushdo që e ka bindjen se pastria dhe drejtësia e shpirtit janë vetëm në dorën e Allahut, ai me lejen e Allahut do të pastrohet. Pra ne duhet të strehohemi tek ai, të tërkasim derën e tij duke i lutur me këmbgulje, duke shpresuar për të marrë prej tij pastrimin e shpirtit, shpëtimin dhe suksesin dunja dhe në ahiret. Siç thoshte Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me të, asnjëherë nuk e kam pasur brengën apo nuk jam shqetësuar për përgjigjen e lutjes, përgjigjen e duas. Ajo që kam ka shqetësu mua u kon vetë fakti se a bëj dua, se momentin që bëj dua përgjigja është me të. Momentin që bëj dua përgjigja është me të. Kjo ka qenë bindje e shokëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe duhet të jetë bindje për çdo besimtar, se ai i cili lutet Allahut, duke qenë i sinqert, vetëm Allahut, duke u larguar dhe duke pas kujdes nga veprat e këqija, duke qenë me zemër të vëmendshëm dhe duke qenë i sigurt që Allahu do t'i përgjigjet, me lejen e Allahut atij do t'i pranon kërkesat. Elusim Allahun e Madh që këtë muaj të mëshirës, të rahmetit, Allahu duat tona t'i pranon. Elusim Allahun që adhurimet tona, namazin, Kur'anin, Allahu t'i pranon dhe qofshin dëshmitar për neve në ditën kur dalim para madhnisë tij.